Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikus të televizionit TV Arbëria të emisioni pa titull, fillojnë prapi orës 6 me emisionin e ri, kësaj radhe kem një reper I cili është I ri në skenën e hip-hopit. Përpara, na ka marrë shumë kohë, derisa kena bo për me mujt me hin me naj radio, me daj, me na ngu dikush, televizionin s'kena pas në atë kohë, po konë radio dhe naj gazet, dyqysh si me ngjafshëm, apo na men një intervist që me mujt me dale me na ngu njerëzit kush jena tek jena, me na pa, në fakt, me lexu për neve. Sot janë mundësi shumë atleta, qasjet e njerëz, me të ngu, me këqyr kush jetë tek je, janë shumë të lehtë puna e teknologjisë që cekën pak më herët, aq e mirë edhe çaq e keqe. Sot me neve është Urani. Edhe emri artistik I tij është Uran, që më pëlqej shumë, nuk e kalon si na përpara që deshke një emër dyqysh anglisht gjithçysh me ka një titull I jone që me të mek na repera të Amerikës çapo ta dione. Uran, faleminderit për kohën që ke gjetë me kohën pjesë e emisionit pa titull. Shumë faleminderit për ftesën, man, është kënaqësi. Uran, apo na tregon pak një reprezentant që I thojmë na reperat, kush është Urani edhe çka ofron Urani? Okej, atëherë Urani o një reper, një MC I mahallës, u kom dhe I frek, tash po do më boj I kejtve. Nice, okej. I kom 25 vjet njeri, jam 99, Po. Jam rrit në fushë Kosovë, jam I Preshevës, me hip-hop, hip-hopin e kum dash gjithë njeri, pi që jam kon fëmijë e kum dash. Çat ka pëlqy hip-hopi që ki do është shumë beat-ja, çka? Mënyra e përcimit të mesazhit me këngë njeri. Çka do që ti do me thonë, nuk ka fort lidhje mesazhi, ma shumë është e mënyra e përcimit. Menimi jem, qysh I don rokjet, fjalë, sapi për dorë, qysh tek çato e gjeji, qysh pi lidh, qysh po mundesh fjalën portokall me portomadh me lidh. This is weird to me, për çato edhe e bëj. Që kjo është synimi njeri, me loje fjalëve. Më knaq sa ma shumë me fjalë që I kena shqip. Kur I ki ngut, kam pëlqy qysh I ka nda, qysh I ka lidhe, qysh I ka bo rimat. Kur ja ki nis me shkrujt, ato ka dok shumë të lashë me bo një rima jo. Kur ja kom nis me shkru, kom kitë gugu picigu, senja. Gugu picigu edhe me kohën practice makes perfect njeri, abedin. Po gjithsesi tu ledzu. Tu ledzu, kjo bo, edhe s'ka lidhje s'ka ledzën, unë është me ledzu edhe asit shamponit, për deri sa vokabulari rritë, do me thonë. Se kur si ki fjallët, realisht të s'ki asysh mi përqu të shtu ledzimi njëherë, ta në kur u bo ledzimi, përqimi është shumë ma I letë. Edhe me shkru është shumë ma letë me një mija. Cilet ju në konë senet e para që ja ki nis me ngu, që të kanë inspiru me bona I beat, me lina I rime që atë beat diqka. Atë kujtohet për para, për shkak, na kena pas do grupet veçanta, me Nori Banezer, Snoopy, Dress, edhin? Ice-T, në qka e konë ti që të ka pëlqy qaj stil, cili është qaj stili që të ka flejt? Amerika jenë atu folë këtu, dhe I kom pak si dame. Po hajtë dyjat. Okej, atëherë në Amerikë I kom është Big Papa, The Notorious B.I.G., është Big Eli, është Eminemi, është Rakimi, Slick Ricky, e të tjerë. A të na e kom pak si është Eli, është Ergeni, është Tasty Kresha. Një big up për këtë kësa? Gjithsesi, shoutout për këtë, rec ku reci shoutout për gjithsecilin, edhe tani jam dilem ngoj shumë kështu hip-hop underground, Crazy Zia, Bini Smallsi, binin e kom edhe në mahal, binin shumë jam I influencum për hip-hopit ma underground, le të themi. Për që ato edhe mundona me përcu që si muzike ma hip-hop original, nëse më imi thonë. Pikrisht. Uran, senet e tua janë tematikat të ndryshme, do më thonë nuk I ki fokusin me një social ose në komedi ose diçka në temë, diçka specifike, po I ki mera nena, gjujk nena, kape ato lidhe këto, apo? Yes, nuk moj. Realisht nuk moj unë me full veç për qëtë sen. Nuk me edhe nëse vendosi që të do të më janë gjy pak që kënej edhe që kënej, kështu që ma mirë
i preki kejt njeri. Me një bit 16 rishta, janë 16 rishta. Me 16 Me 16 rishta, ata nëse refrena s'kom fort qef me bo. Nuk e di pse shpirti nuk më flen refrena. Kom qef veç do bit, naj vokal, naj sample i vogël, naj sample është baba, a kështu veç nëse e kom detyrimisht. Është kjo puna e refrenit. Këngët, a ki studion tënde, a jeni me shoqni që i bëni sanet që i lansën të i përshambë? Munona me punu në studio profesionali njëri, shqyqyr rrethi është, ka njerëz konekti është, kam shumë shok që kanë studio, kanë asi. Zakonisht e kum pa që zgjidhja ma e mirë njëri është me e rentirat studion. Kështu menimi jam personal. E ki një studio të preferume, që e din që i ka pajisje të sene, e merë me qiran një ditë dy, e merë producentin edhe a që ashtu ma le me funksionon, po, për ty po më ndej. Po, se e trajton si pun. Ato studion kemi shfrydzu 8 orë, shkon 8 orë, i ki me incizu ti 4 orë, ti del me një album. Po ti incizoj 4-5 kongë, për 4-5 orë, producenti a jep një mix të letë aty këto, a vedin nesër kryhen totalisht, ose për 2 ditë punë efektive i ke bo 5 kongë. Menimi jam. Qato kongë po flasë për instrumental, jo me vokal. A e gjenë vete pak ma shumë me sample me punu, a ki qef diçka më konë produkt joti original? Beatmaking njëri, truni jam nuk është shumë kapabil për beatmaking se s'kom shumë nerva. Nervat e aty duhet më nalë me prek, me centirat, unë nuk moj, unë vy vës në mikrofon, vy mas shumëti. Amo a kom qef me një sampla ma të vjetër pak, të 10-90 me shku ka blues, jazz, ose naj hip-hop ma i maqëm. Ja bën naj slow, naj reverb, naj sena atingëllon shumë original. Exactly, edhe drejtat e autorit e sene që pëthojnë. Po. Amo po, kom qef nuk jem shumë veseli, amo anoj ma ka old school. Orhan, ti ki dojnë edhe në battle palim fjosh. Yes. Që është ajo organizimit që në bohë, që për mendimin të ama është një ndërsane më të mira për hip-hop kulturën që mund me ndodhë të na, dhe kjo falë bimbimës me iniciativën e tina me shumë repera tjerë. Deri tash ki marrë pjesë në dyja, po, nëse se më gabim. Edhe të sharaut Gjajit Bim, se pas në arru edhe ajo është në top 5. Sorry, Gjajit Bim. Kur majtë për herë parë që ki marrë pjesë ti, a mund është me nga të regu pak a shumë që atë ndjesin, me dalë para dykujna më shty, edhe pse këtë është një farë marrëveshje njëri me tjetën që mos me pas hatër mbetje, diçka mos me eskalu dete na i dhun, diçka fizike, ose mos me fol njëri tjetërit, po a mund është me nga të regu që atë ndjesin eksperiencën e parë që keni pas në battle? Me mu kalzu i sinqert me ty edhe me vetëm. So herë do që të ndosë ajo, nuk ka më mësu me qatë njëjnë. Menimi jam, nuk me nëj që mësohet njëri me qatë njëjnë, nëse ti e thu një rim të fort. Ose dopt. Pa marë parasysh ato, nëse e njën e thu një rim të fort edhe i njën 400 veta të bo, është një farë ndjenje, bro, që nuk ka në i shumë i fokusum aty, që mos me mund me dojnë për e... Gjithse se nuk bën me pas impact, zoni, zhurma, se shka nëse jenë që 200 veta ka në vësë për me ta bo shembulla, po kupton, shka a dënë ti mos mi thonë rimat e tua, ama qa janë djenja kur të thuhet emni edhe ti del skenë edhe i sheqit 400 njerës syti kanë në buzë tua, të matë mirë, s'ka jetë të thonë, është një vandjenje që me 200.000 euro që thonë s'paku. Kur i dalë, të parën edhe dytën, a i ki para pregadit fillimisht, a është e momentit që aja që do të mushty me dikan? So dhe që pregaditësh, so dhe që pregaditësh, kur nuk je i pregadit mjaftushëm. Me 7 bënd fletore, me shku e një sen, edhe ta hup këtë filmi. Do ma letë kalon të mu pyetën e profesorës, se që të... Shumë ma letë të gjopës jam njëri. Amo po, e një lafë, edhe thu, kju, qyshve. A ka ndodhë që me të qitë prej sistemit? Jo, qysh jo ka ndodhë
Qaq mu ka kesh me rimën, kum harru, veç e kum harru, ta në rimën të hem, çka me bon, nuk Jo, me ndova kundërshtari, kur do ka drejtu ty, atë ka bova ki me qitë për sistemi, që ki do është mi thonë, diqka që të ka bojë nërvaz dhe... Po, kjo Qyshe ka menaxhat bojë me qatë Bjondin, shout to Bjondi. Po, sharap. Qysh ki mujt me... Nuk mujta, se fitoj. A fitoj, a? Qa që të ka që... Në rregull. Nuk mujta se fitoj, ama strategjia e tina u konë baba. Shumë e fort u konë strategji, se une me Do të se ka marrë për në gjëfshëm, qime. Kalzova une me nova që e kom dëst. A, me dojë që jemi dojë, do. Me nova që me dëst, po aj e diti cincin. Ma nëziti një truh nervoz. Ka prek dikon aty, ku E s'do da? nisëm ma me sportivitet. Kupton? Edhe në rënd dytë ma nëziti një farë nervoze që se prita hiq, merë për kërkun hiqit. Edhe në qatë moment e kom po që no, this is not supposed to be happening. Edhe qajota në kesi pasoj, plus... Aja zgatë dorën, me le. Gjdo rënd ja kom zgatë dorën. Jënë kon kamerat, I have nothing but love for the guy. Di. 2 dit para se më bo Red Bulli, kon kena bo me Bjondin, që një sneak peek. Të përmon është një arsen një shumë interesant. Veç, shumë fort, kushdo që ja merr menja me shkun, palim fjallësh, letë shkon në palim fjallësh, është seni ma jashtëzakonshëm për hip-hop në Kosovë. Jëm të volë momental, nuk ka Pjesë masa ka pas shumë mësi. Ka pas, Ka pas mësi. Do të kryesisht mirë kejta, po. Gjësesi, më vje mirë që ka pas edhe për Shqipnis. A pas ka pas edhe për Shqipnis? Edhe për Shqipnis, jo veç për tonëve, se hip-hopi e njëjtë si këtu si Shqipni. Shka kësha pas qef dho, i shkon do femna me ardhë. I would love to see that. Let vjen na jemsike, edhe let kallëzën, sa aty e rënë s'kena me qu njeri. Halo gozimi. Apo kuptan, aty e rënë s'ka me qu kërkushit se me trof trunin. Vës duesh me përdur trunin kështu që i ftoj. Ku do që ka emsike, let vinë në Red Bull palimin fjallën, palim fjallën shtarshmë. Sorry. Uran të ki lansu edhe spot. Po. E ki në kanal në YouTube. Qysh është prit për njerës? Se hina edhe lexova komentet, së në zakonisht shkojmë komentet edhe në baqë asaj muj me marrë një përkuvizim. Qysh është masa, jo veç shone ose kush do të qoftë tjetër, po qysh është masa, komentet kanë film. Një respekt madh. U prit shumë ma mirë se që unë e kum prit mu prit. Ta është jam i sinqert edhe me vetën, u prit shumë mirë, po menoj që u kom për faktin që ka pas, si cila fjalli ka pas do uran aty mrena. Do uran që është urani. Urani, apo kupton edhe qaj realiteti, menoj që pas syrohet njeri, apo kupton. Edhe kejt e din që jam mërzilafq, jam shumë demel, besoj e ke pa dhe të komentet. A ki shqiptar tina qësa? Quqet kongë më zba e gare, para një vjetë e kom paralajmëru një pi. Do të delë që ta është frikë. Ama frikë, së është më në nëci ku, aso po frikë është? Frikë është, ama që kjo është që ajo pako ja që vjen me uranin. Uranin mundet me konë shumë reperi fort, e hanej, e knej, po me gut nuk banë. Me guzë banë se kush guzët. Për fundimin e dina. Ran, pengojmë pra qatë kongën edhe këthejme prapande. Gjithësësi, ma. Urani që shbata emrin konga? Dilema, ta ma se. Loja thartë, të rëshi, se këm do s'ta malë, të rëshit, jetat për të kaltë, të rëshit, si ku start giving out raw shit. Can't hate, man, ki cheap date me cheesecake edhe Coca-Cola. Boy barkves, don't start acting hard, sendit sotit as Snoopy s'po don't smoke. Me nejt ves të nejt, thojnë që farklashari, mu që me punu të thojnë roktar. Mësyja shkollës kësher shkolla valin, s'bëndela rrugve thojnë dhe filani. Me marr një beri, e mur me marr turtën, i pasigurtën. Truni lukshëm, dilema mushën, mora malin e gjeta fushën. Me kyrve të tonë e thojnë një vetjak, mu që me supportu thojnë pet ka pak. Gipser nëse pin ka qak, po që s'pin nuk je in në plak.
what the fuck? A letra na blontin, a tekstin, a vajpin, a gjekin, a skonkin, a lekin, a artin, a lejlo, a hajpin, a naltin, a zhagin, a hejtin, a paqen, a qetsin, a partin. Ngu me dilemën prej, aty këtë ndryshë më doke, nuk të prita që shto kur u taku, prita këtë ndryshë. Okej. Sani nice, shumë i përgëzime, fenomenal Sani, bravo. Ki marrë pjesë, fakt, është në pregaditje të istu me lansimin e albumit Tina, edhe je pjesë që ati albumit. Yes, krenar të që t'jem pjesë e Tina. Vjen mirë shumë, të istu është një legjend e hip-hopit cili ka kontribu shumë në skenën e rapit ton. Ka erdhë bashkëpunime me Tejstun? A është puna palem fjallësh, a ki pas kontakte më herët me Tejstun? Actually, Testin e një është le të themi një pi personave në industrinë e muzikës, i pari pi personave në industrinë e muzikës që e ka përkra që të uranin. Një falenderim i jashtëzakonshëm shkon për Xhaxhin Test. Muj me thonë shlirë për 2017-18 komunikoj me Testin, kështu që jëm bo do vjetë, edhe pse jo, tash e ku më bo pak do bagazh. Le të themi, edhe Testi e ka po të arsysh me më thirr në album. Ka po kapacitetin. Po, falenderit për ti, na shumë salute për Xhaxhin Test. Qysh ke bashkëpunime, se është një hera parë që keni pas qatë bashkëpunime në kuptimin e realizimit këngës? Po. Qysh ka, a është a tripe që nashta e ka një tjetër mendim, ti një tjetër mendim, a mund me gjithë një farë kombinimin mes ajo? U kom një farë klesh A u kon, a? A mur menja? I mendimeve. Okej. Qa ju puna refrenit, a përdin që Që ti s'po qef refrenet. që ka ma herët. Amo me Xhaxhin Test është seni maj letë është më marrë vesh me Xhaxhin Test. Më kena si lutë kuptushëm të dytë, mirë kuptimi ka qenë aty. Kejtë e dim Xhaxhin Test që shre po vatë, besej edhe ata si mjojnë e din Urani që shre po vatë, ka mu konë një gërshetim shumë interesanti të repo vatë. Je tu pregadit album, apo? EP. EP. Po që mos t'i rriti prishmëri. Ama dikur po? Dikur po, frek, Dikur po. gjithse si frek. Qka e tu po që ta shikohen e fundi, përveç që jenë shu këngë në YouTube, a është edhe të pjesë e albumit të Tejstu, a ka nëjë bashkëpunim me nëjë reper tjetër, ose a pritet një prezentim para masës, përveç që kja, ja palin fjallësh, a jena në qatë lëvizje ju reperat e ri, për shumë? Kisha pasje më bu një qasi lëvizje, po kjo e lyp një unifikim të reperave, nëse muj me thonë kështu. Okej. Po përkatësisht të mësive të Probleme ri. nuk kuptu që nuk ka unifikim në realizim, në prezentim. Tash shohim dhe bëjmë. Amo Kosova, unë e mendoj që Kosova është një treg shumë i vogël për me nejt reperat shumë largë. Apo kupton? Okej. Kur shoh bektesh ka me marrë vesh këto si po them E gjithsesi. pse, është puna klika të u bo, jo labeli jam kjo, është Mundet O, me që e puna pikpyetja, ajo, po çka? janë edhe dallimet e vendit, janë dallimet e mentalitetit, njëri janë ato, e kjo. janë do pickimet vogla që kanë një herë si lojnë dy sene mu bo bashk, se mu bo sa të dy sene bashk nuk Me shkojnë. gjesh atë formulin në të lashë, Po gjinët. Edhe unë besoj që Shumë gjinët, po. optimist si gjinët. Veç vynë një tro mirë kuptim, egoja nuk u konë kurre mirë për kërkon, apo kupton, veç frymën na i ka zonë ketëve, kështu si me mujtë veç pak me ullë ego. Rana e ki pa vetëm për shembull me konë konstant në pjesë e muzikës, kulturës. Se është një stil që për të na, edhe pse s'da me thonë se prap ka repera shumë vjetër që prap janë besnik në industrinë e muzikës. Tu marrë për Bimën, Tejstun, Beka, kush do të qoftë. A e ki pa, a e sheh vetën një kohë gjatë në skenë të muzikës së rap, e ki me fazë? Deri të më shkru në gishtat, bro, nuk besoj që nalna. Se kjo është dhunë ti. Ti shakon për tjetër shkam, kështë thonë zoti tjetër shkam kështë lonë me bu, po ma kalon s'ta, kështu që nuk besoj që kom ju shmangë në jere, a kom synime tjera
për krah muzikës, do më Normal. thonë, of course, apo dhe njerëz janë kejt, a mo deri të shot arsyeshme që urani është një diçka e vyshme për industrinë e muzikës në Kosovë, gjithsesi urani ka më konë pjesë e muzikës në Kosovë. Uran është e nevojshme shumë me konë edhe për kraja e njerëzve që janë më të në skenë. Që nështë i kuptojnë të sane pak më ndryshë që është me të përtu malet të masat e njerëz. Është e nevojshme për juve si pjesë e re e hip-hop skenës. Për kraja në atë kuptimin që me pas mundësin, me pas kontaktin, koncertet të njerëz, vende ndryshme përveç Kosovës, me të përtu edhe në Shqipëni, Maqedoni, Malzi, ku do qoftë. Po, gjithsesi, bro, tash me fol realisht për krahja për, le t'i themi, dhijave të hip-hopit, është shtytje, është boost i jashtëzakonshëm njerëz, se me një llaf dikuna ti sa ora shkon deri në ora 4. Kështu që po normal një boost i shkon i jashtëzakonshëm, pse nuk jepën këto boosta e qyshe tek është në xhelozina e sa mos pe anzan bukën dikujna në sa. Nuk ma shumë unë nuk besoj që është ndaj farë xhelozie, se nuk ka dikush që është si 30 vjet një pop nuk ka kur gjë me xhelozu të ky urani. Vetëm unë mendoj që ma shumë është një farë politike e brendshme e industrisë e pashkruar gjithsesi, po ajo ndo rregulla që duhen mu respektu qysh te kanar nuk e di, veç e di që dikush i ka pru. Edhe dikush i ka pru, kanar dhe respektohen së ta ditë. A ka me në rrug, jo, besej që edhe pak po, se 2025 të njëna. Repin e përcjell shumë, përveç repin e Kosovës e përcjell edhe repin e jashtë kufive të Kosovës. Po më intereson në region, sa ki njohuri me rap veneve që na rrethojnë, edhe qysh është repin e Kosovës se për mendimin tënë, qatë sa ko mujtë me zbulu, qatë sa ko mujtë me ullumtu, jena top në region. Qysh është teni? Nashta edhe ma gjerë. Nashta edhe ma gjerë, se regioni, apo? S'po foli për Ballkan, po foli nashta do shtë perëndimore. Po, gjithsesi. Pse për thonë këto se Shqipja është e bome për hip-hop. Për hip-hop, okej. Ngoj edhe hip-hop gjermanisht, spanjalisht, meksikanisht, umfin. Nuk ta jep qatë umfin. I kena gjdo lloj tingulli që mundet me pas një njeri pos të kërsit në, i kena, do më thonë, zh, v, z, kejt. Edhe pëlkime që ti mund është mja bo stynë, është e jashtë gjermanisht jak më knaqë, si hip-hop për i ka hë. Ta pickon ka një herë veshin, apo kupton? Mendoj që Shqipja është veç e bome. I ka është apostafat që kjo edhe hip-hopi shkojnë bashkë, do më thonë. Zdi sa keni për një reper të Greqis Tus. Është kogja i famshëm atje. Në Greqi po flas. Edhe më pandohet me më shuj diçka për hip-hop, edhe e pengoj kështë shumë hip-hopin e Kosovës. Edhe e pat pranu që gjuha t'inglën, sidomos ky repi jonë, pi kakalinë, se na, për rep, Kosova e ka bu repin shqiptar. Tamam, exact. Edhe, po du me lidhë me që ata që po du të që kjo dialekti jonë, e folmja jonë, i jep shumë shmek repit edhe është kogja shumë i ngushëm, vene tjera, jo shqip folse. Po du me lidhë me ty me që ata që me ta... Përkatësisht gegnisht, ja. Përkatësisht gegnisht, no offense, absolut. Sigur repi Amerikan me repin Angles, që mu repi Angles mund nuk unë flemë vesh. Shumë... Nuk është... Jo, apo kuptan. Kur të ngoj shkada që nga në Amerikë, është si me ngu të na versus me dialektin tos, le themi. Jena matë po qetë, fla, për hip-hop, për qetë lami, jena ma umfin, e kena s'ka këtu, kur gjë tjetë. Repin ditë sotit, po flasa për Amerikë, po flasa të na, është ka që një ndryshim i madh pej viteve fundi në aleta, fillimi i 2000-ta. Ka është një ndryshim rënisor, me thonë kështu, është ka që ka dalim të madh. Jo nda reperat që po munohen me zamër e me shpirt, me majt taman repin. Sa ka të pengon ty? Edhe për të na shumë reperat që jënë konë repera, ka ndojnë në këndim edhe në vajtim që po të djojnë. Am pengon... Në të kuptimin që s'ju len juve me mujt me depërtu, me jep qatë repin që do të me kohët. Le të themi,
Pe kuptoj plotësisht, am pengon mu si uran, se cili e ka lirinë e vetë me ngu çka do që dënë me ngu, apo kupton, kofta jo new school, old school, apo kupton. A uranit ati hip-hop headit brenda meje, kjo i pengon njëri. I pengon pak se veshi i ati hip-hop headit brenda meje nuk u mësu me sto. Nuk u mësu me do autotuna, me do qirme, me do back vokala, me do adlibsa. Unë halo të lësum i kom adlibsa. Ama California Love ka autotune. Of course, ama nuk besoj që në asë një mënyrë mundet më krasu. Me të pru me ata. Ajo e ka hajde një autotune California në fillim. Qartë. Ta ne jenë të paki edhe së mon Allah, bedim. Ama nga tash edhe As rëptura, mos është rëptur. Po mumble rapin. Mumble rapin, që nuk mund është edhe me mumble edhe me rap. Për me rap dush me fol. Për me mumble, you can just mumble edhe u kryja, bedim. Jalshojmë bitës pak ma shumë zonin. Hate ka zëna që tash cilë është seni ma i ri që pritet me daj prej uranit? Jëm dilem. Dilema o kry, ka dal. Amo jëm dilem tash për... Amerikanë që jëm dilem jetës. Jëm dilem se çka me publiku njëri. Actually, tash me fol ka del shpirti që thonë. Pse? Se për që është urani hip-hop head, kej që ngujnë uranin e din. Po urani po dëm pak edhe me kallëzu çka mundet me prek. Apo kupton? Ka mundet me shku, për çka mundet me fol. Apo nuk po them që keni me pa uranin të knu ballada, po them që keni me pa në far versionit uranit që s'ju ka ra me pa mamoti. Interesant, a vëshet që shë lash një farumfi. Një far pyetje ashtu? Uran, për fund, qa kemi thonë diçka që harova me të vetë? Që ke harru me më vetë, më ke knash pyetje, shumë janë konë pyetjet bravissimo, salute për se cilën, najsen me shtu nuk kam, po veç ju kësha thonë për cilëmni. Për cilëmni se janë të sen interesant të o. Për cilë se devën e veç të javlin me për cilë edhe me ngu edhe me kuptu që ka donë me thonë me lërigat e tina. Me domesticizëm. Oram, faleminderit shumë për një me kje kënaqësi me të pas mysafir dhe shpresoj me të pa nalt e ma nalt dhe në sartë që e televizion, në program televizion me të pa ty me spotet e tua. Shumë faleminderit. Big respect madh jeri. Shumë faleminderit ma. Salute, shumë faleminderit për këtë. Shikus të emisionit pa titull kaq që personte, na shihemi prap javën e ardhshme. Big up. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.